Unë jam bashku në lëvizjen vetëvendosje në shtatorin e vitit 2010. Paraprakisht si studente, bashkë me kolegët tjerë të fakultetit, kemi qenë vetëm si qytetar në protestat që organizonte vetëvendosja. Por pastaj ka pasur, si me thonë, disa insistime nga babai im, indjeri, pse nuk shkon në lëvizjen vetëvendosje, pse nuk antarësohesh. Edhe më duke në atë kohë që nëse shkoj e thamë po bëhem antare vetëvendosjes, sikur po e kërkoj një privilegj diçka. Se di pse ashtu e merrsha. Vetëvendosje në atë kohë ka pas shumë nevojë për të rinë e treja, pra po flas për periudhën e vitit 2010, 5 vite pas themelimit të lëvizjes, edhe kam konsideruar që është i vetmi subjekt politik edhe që është e rëndësishme që të rinjtë e treja të përfshihen në politikë, siç edhe sot besoj njësoj, në mënyrë që të adresojmë reformat apo, si me thënë, prioritetet të cilat mund të ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve tanë. Nuk i kam rapishmon, besoj që ka qenë vendimi drejt i imi. E mu lidhe me pyetjen e radhës, si studente juridikut, kur është vetën sot? A i kemi mendu ndonjëherë vetën në këto pozitat cilat je? Jo, në atë kohë, studentët në përgjithësi, por përfshirë dhe mua mendon të ligjëratat e provimet. Unë kam pasur shumë dëshirë, kur kam qenë, si me thonë, në atë kohë studente, të bëhem prokurore, me thonë të shkoj ka sistemi i drejtësisë. Por pastaj u antarësova në lëvizje vetëvendosje, edhe rrjedhimisht të gjithçka ndryshoi. Nuk mund të kthehem në sistemin e drejtësisë. Një person që është politikisht aktiv gjatë, nuk besoj që është mirë për sistemin e drejtësisë, sepse humbet besimi nëse je i pavarur apo jo. Prandaj nuk e kam menduar ndonjëherë, vetëm si qytetare përmenda dhe më herët, kemi dalë në protesta, por s'kam qenë kështu aktive në vetëvendosja në ato kohë. Si të rinj dhe të reja, patjetër duhet me pas ambicie në vendin ku jetojmë, por sot çka do t'i thoj të rinjve, ndoshta t'i shtysh ata të rinj përpara që ta dojnë më shumë Kosovën, mos të dorëzohen atë që jemi sot, të punojmë për ndryshime pozitive? Sigurisht që mesazhi im për të rinjt është që t'i ndjekin, si me thënë, dëshirat edhe synimet që ata i kanë, pavarësisht që mund që duket për një moment apo për një periudhë që është e vështirë të mbrish diçka. Pra për sa kohë besoj që ka një angazhim, ka një vullnet që një punë ose me mbri diçka në jetë, unë mendoj që ja dalin. Pra që të mos dorëzohen asnjëherë, që të mos lejoj që asnjë rrethon jo e mirë, negative, pra të ndikoj që ata të ndalen. Mendoj që energjia e tyre, potenciali që ka, sidomos rinia jonë, është shumë e rëndësishme. Mu sot këtyre ditëve, por jo vetëm, po na bje takojmë shumë të rinj e treja. Knaq, si me thonë, energjia dhe vullneti që ata kanë. Madje, ka shumë të tillë që synojnë me studiu jashtë, me marrë dija atje, edhe mu kthy edhe me apliku këtë në Republikën